Albin Kurti pas deklaratës së Trump, tërësnia duhet të jetë mbi Beogradin. Presidenti Amerikan të dielën në një postim në rrjetet sociale duke u zotuar për paqen Izrael-Iran, përmendi edhe raportin Kosovë-Serbi. Ai tha se gjatë mandatit të parë të tij parandaloi luftën Kosovë-Serbi, derisa kritikoi politikën e Bidenit në këtë raport. Trump u zotua se do ta rregullojë sërish këtë çështje. Lidhur me këtë deklarata, sot u pyet kryeministrin në detyrë i Kosovës Albin Kurti. Ai për arritjen e një marrëveshje me Serbin, tërësnia duhet të jetë mbi Beogradin. Unë besoj që normalizimi është i mundur, tërësnia duhet të jetë mbi Beogradin dhe gjithmonë e mirëpresim rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat paraqesin aleatin ton kryesor, partnerin e pazëvendësueshëm dhe mikun special në 3 fusha kryesore. E para është mbrojtja, e dyta diplomacia dhe e treta është zhvillimi, ka deklaruar Kurti. Te ka komentuar deklaratat e presidentit amerikan Donald Trump, i cili derisa ka thënë se Irani dhe Izraeli duhet dhe do të arrijnë marrëveshjen, ka përmendur edhe konfliktin mes Kosovës dhe Serbisë, duke shtuar se gjatë mandatit të tij të parë kishte ndaluar mundësinë e eskalimit të situatës. Kurti ka theksuar se është e domosdoshme që Serbia të ndërmarrë 3 veprime për të arritur një marrëveshje për normalizim. Ne kemi një marrëveshje bazike me Serbinë, e cila po shkelet nga Serbia dhe natyrisht që për të normalizuar marrëdhëniet në mes të 2 vendeve tona, është e domosdoshme që ata së pari t'u dorëzojnë autoriteteve tona Milan Radojčić, kryekriminalin i cili na e vrau rreshterin Afrim Bunjaku. Më pastaj të pranojnë të nënshkruajnë marrëveshjen bazike me aneksimin e zbatimit dhe njëkohësisht ta tërheqin atë letrën nga dhjetori i vitit 2023, kur ish kryeministri Brnabić pati thënë se nuk e respekton integritetin territorial të Kosovës, tha Kurti pas vënies së burr themelit të QKMF-s në shtim.